Data 14 maj. Numrat. Kapitulli 23. Pastaj Balami i tha Balakut: "Më ndërto këtu 7 altar, dhe më përgatit këtu 7 dema dhe 7 desh." Balaku bëri ashtu siç i kishte thënë Balami. Pastaj Balaku dhe Balami ofruan një dem të vogël dhe një dash mbi secilin altar. Pastaj Balami i tha Balakut: "Qëndro pranë holokaustit tënd dhe unë do të shkoj, ndofta Zoti do të vijë të takohet me mua, dhe atë që ka për të më treguar do të ta njoftoj." Kështu ai shkoi në një bregore të zhveshur, dhe Perëndia i doli përpara Balamit dhe Balami tha: "Unë kam përgatitur 7 altar dhe kam ofruar nga një dem të vogël dhe nga një dash për çdo altar." Atëherë Zoti i vuri një mesazh në gojë Balamit dhe i tha: "Theu te Balaku dhe foli kështu." U kthye tek ai dhe ja, ai qëndronte pranë holokaustit, ai dhe të gjithë prisit e Moabit. Atëherë Balami shqiptoi orakullin e tij dhe tha: "Balaku, mbreti i Moabit, më ka sjell nga Arami, nga malet e lindjes. Eja, mallko për mua Jakobin, eja dhe padit Izraelin. Si mund të mallkoj atë që Zoti nuk e ka mallkuar? Si mund të padis atë që Zoti nuk e ka paditur? Unë e shoh nga maja e shkëmbive dhe e sodis nga lartësitë. Ja është një popull që qëndron vetëm dhe nuk është përfshirë në gjirin e kombeve. Kush mund të llogarisë pluhurin e Jakobit apo të numërojë çerekun e Izraelit? Vdeksha unë si njerëzit e drejtë dhe qoftë fundi im i një llojit me të tyrin." Atëherë Balaku i tha Balamit: "Ç'më bëre? Të mora që të mallkosh armiqtë e mi kurse ti bekove me të madhe?" Por ai u përgjigj dhe tha: "A nuk duhet kujdesem unë të them më të shpejt atë që Zoti më vë në gojë?" Pastaj Balaku i tha: "Eja pra me mua në një vend tjetër, prej ku mund ta shikosh, megjithse ke për të parë vetëm skajin e tij dhe nuk ke për ta parë të tërë, dhe që andej do ta mallkosh për mua." Kështu e çoi në kampin e Cofimit, në majë të Pisgahut. Aty ndërtoi 7 altar dhe ofroi një dem të vogël dhe një dash mbi çdo altar. Balami i tha pastaj Balakut: "Qëndro këtu pranë holokaustit tënd dhe unë do të shkoj të takohem me Zotin atje lart." Dhe Zoti i doli përpara Balamit, i vuri një mesazh në gojë dhe i tha: "Kthehu te Balaku dhe foli kështu." Kështu u kthye tek ai dhe ja që ai rrinte pranë holokaustit të tij me prisin e Moabit. Balaku i tha: "Çfarë ka thënë Zoti?" Atëherë Balami shqiptoi orakullin e tij dhe tha: "Çohu Balak dhe dëgjo. Rrivesh ngritur biri i Ciporit. Perëndia nuk është një njeri që mund të gënjej, as edhe bir njeriu që mund të pendohet. Kur ka thënë një gjë nuk do ta bëj, ose kur ka shpallur një gjë nuk do ta kryej. Ja unë mora urdhrin që të bekoj. Po, ai ka bekuar dhe unë nuk do ta heq bekimin e tij. Ai nuk ka vërejtur paullësitë e Jakobit dhe nuk ka parë përdhosjet e Izraeli. Zoti Perëndia i tij është me të dhe klith me një mbreti është midis tyre. Perëndia që e nxori nga Egjipti është për të si bririt e fuqishëm të buallit. Nuk ka magji kundër Jakobit, nuk ka shortari kundër Izraelit. Tani duhet të themi ç'ka bërë Perëndia me Jakobin dhe Izraelin. Ja një popull do të ngrihet si një luanesh dhe si një luan, dhe nuk do të mblidhet para se të ketë gëlltitur pren dhe të ketë pirë gjakun e atyre që ka vrarë." Atëherë Balaku i tha Balamit: "Mos e mallko as pak, por as mos e beko." Por Balami u përgjigj dhe i tha Balakut: "A nuk të kam thënë vallë që unë do të bëj tërë ato që do të thoshte Zoti?" Pastaj Balaku i tha Balamit: "Eja me mua, unë do të çoj në një vend tjetër, ndofta do t'i pëlqej Perëndis që ti ta mallkosh për mua që andej." Kështu Balaku e çoi Balamin në majë të Peorit që sundon shkretëtirën. Dhe Balami i tha Balakut: "Më ndërto këtu 7 altar dhe më përgatit këtu 7 dema të vegjël dhe 7 desh." Dhe Balaku bëri ashtu siç i kishte thënë Balami dhe ofroi një dem të vogël dhe një dash mbi çdo altar. Psalmi 64. Dëgjo zërin tim, o Perëndi, në vajtimin që të drejtoj ty. Ruaj jetën time nga tmerri i armikut. Më fshi nga dredhit e njerëzve të këqij dhe nga turma zhurmë e madhe e atyre që kryen paullësi. Këta e mprehin gjuhën e tyre si një shpatë dhe në vend të shigjetave lëshojnë fjalë të hidhura për të goditur fshehurazit pa fajmin. E godasin pa pritur pa asnjë frikë. I japin zemër njëri tjetrit në veprimet e liga, flasin si të na vënë kurthe dhe thonë: "Kush ka për t'i parë?" Kur disin gjërat e këqija dhe thonë: "Kemi përgatitur një plan të përsosur." Mendimet e fshehura dhe zemra e njeriut janë të panjohshme. Por Perëndia do të hedh kundër tyre shigjetat e tij dhe ata do të rrëzohen papritur.
Ata do të bien dhe e keqja që kanë bërë gjuhët e tyre do të bjerë mbi ta. Kushdo që ka për t'i parë do të tund kokën. Atëherë tërë njerëzit do të kenë frikë dhe do të tregojnë veprën e Perëndisë dhe do të njohin atë që i ka bërë. I drejtë do të gëzohet tek Zoti dhe do të kërkojë stret tek ai, dhe të gjithë të drejtet nga zemra do të përlëvdohen. Psalmi 65. Ty o Perëndi të përket lëvdimi në Sion, dhe do të kryhen zotimet para teje. Te ti që plotson lutjen, do të vi çdo krijesë. Mëkatet më kishin mundur, por ti siguron faljen për shkeljet tona. Luma i njeri që ti e zgjedh dhe e afron pranë vetes, që të banojnë në oborret e tua. Ne do të ngopim me të mirat e shtëpisë sate, me gjërat e shenjta të tempullit tënd. Në drejtsinë tënde ti na përgjigjesh me vepra të tmerrshme, o Perëndia i shpëtimit ton, ti që je shpresa e skajeve të tokës dhe e deteve të largta. Me fuqinë tënde i ke bërë male të patundshme dhe i ke ngjeshur me forcë. Ti qetëson zhurmën e deteve, zhurmën e valëve të tyre dhe trazirën e popujve. Dhe ata që banojnë në skajt e tokës kanë frikë nga mrekullitë e tua. Ti bën që të shpërthejnë britma gëzimi nga lindja dhe nga perëndimi. Ti e viziton tokën dhe bën që ajo të prodhojë më tepër, e pasuron në një masë të madhe. Lumi i Perëndisë është plot ujë. Ti u siguron njerëzve grurin e tyre pasi e ke përgatitur tokën. Ti mbush me ujë brazdat e saj, sheshon plisat, e zbut me shirat dhe bekon filizat. Ti e kurërzon motin me bujarinë tënde të madhe dhe gjurmët e tua dallohen në bollokun e të mirave. Kullotat e shkretirës janë plot me ujë dhe kodrinat janë mbuluar me gëzim. Kullotat mbulohen me kope dhe luginat mbulohen me grur, ato lëshojnë britma gëzimi dhe këndojnë. Isaia, kapitulli 13. Profecia mbi Babilonin, që ju paraqit në vegim Isaias, birit të Amocit. Ngrini një flamur mbi një mal të lartë, ngrini zërin ndaj tyre. Lëvizni dorën që të hyjnë në portat e princave. Unë u dhash urdhër atyre që më janë shenjtëruar mua. Thirra trimat e mi për të zbatuar zemërimin tim, ata që ngazëllohen në madhërinë time. Dëgjoj zhurma një turmë të madhe ndërmale, e ngjashme me atë të një populli të pamas. Zhurma plot rrëmet e mbretërive e kombeve të mbledhura. Zoti i ushtrive kalon në revistë ushtrinë, gati për betejë. Vin nga një vend i largët, nga skaj i qejve. Zoti dhe mjetet e zemërimit të tij për të shkatëruar mbar dhe on. Bërtisni, sepse dita e Zotit është e afërt. Ajo po vjen si një shkatërim nga anët e plotfuqishmit. Prandaj të gjitha duart e njerëzve do të jenë të dobta dhe çdo zemër e tyre do të ligështohet. Do t'i zërt merri, do të kenë spazma dhe dhëmbje. Do të përpëliten si një grua që po lind, do të shikojnë njëri tjetrin në fytyrë si të hutuar. Fytyrat e tyre do të jenë fytyrat e zjarta. Ja dita e Zotit po vjen, një ditë mizore, indinjate dhe zemërimi të fortë për ta bërë tokën shkretetir dhe për të shfarosur mëkatarët prej saj. Sepse yjet e qiellit dhe ysit nuk do të shkëlqejnë më me dritën e tyre. Dielli do të arsohet në lindjen e tij dhe hëna nuk do të përhapë më dritën e saj. Unë do të dënoj botën për ligësinë e saj dhe të pabesët për paudhësinë e tyre. Do të jap fund krenarisë së kryelartëve dhe do të hedh poshtë arrogancën e tiranëve. Do ta bëj njeriu e vdekshëm më të rrallë se ari i kulluar, njerëzin më të rrallë se ari në Ofirit. Prandaj do të bëj që të dridhen qejt dhe toka do të tundet nga vendi i saj për shkak të injinjatës së Zotit të ushtrive, ditën e zemërimit të zjarrt të tij. Atëherë si një gazele ndjekur apo si një kope që askush nuk e mbledh, gjithkush do të kthehet drejt popullit të tij, gjithkush do të ikë në vendin e vet. Kushdo që do të gjendet do të shpohet dhe kushdo që do të kapet do të vritet me shpatë. Fëmijët e tyre do të bëhen cop para syve të tyre, shtëpitë e tyre do të plaçkiten dhe gratë e tyre do të dhunohen. Ja unë po nxis kundër tyre medët që nuk do ta kenë mendjen të argjendit dhe nuk do të gjejnë kënaqësitë e ari. Harqet e tyre do t'i rrëzojnë për tokë të rinjt, nuk do të kenë mëshirë për foshnjat të barkët e nënës, syri i tyre nuk do t'i kursej fëmijët. Kështu Babilonia, shkëlqimi i mbretërive, lavdia e krenarisë së kaldeasve do të jetë si Sodoma dhe Gomora kur Perëndia i përmbysi. Ajo nuk do të banohet më, as nuk do të popullohet brez pas brezi. Arabi nuk do të ngrejë më aty çadrën e tij, as barinjt nuk do t'i ndalin aty kopet e tyre. Por aty do të pushojnë bishat e shkretetirës, shtëpitë e tyre do të mbushen me huta, do të banojnë aty strucat, do të hedhin valle satirët. Hiena do të ulërinë në shtëpitë e tij të shkretuara,
çakejt në pallatet e tij luksoze. Koha e tij po afrohet, ditët e tij nuk do të zgjaten më. 1 Pjetrit, kapitulli i parë. Pjetri, apostulli i Jezu Krishtit, të zgjedhurve në diasporën e Pontit, të Galatis, të Kapadokis, të Azis dhe të Bitinis, të zgjedhurve sipas paranjohjes së Perëndis, Atit, me anë të shenjtërimit të frymës, për bindje dhe për spërkatje me gjakun e Jezu Krishtit, hir dhe paqe ju shtoft. Qoftë bekuar Perëndia, Ati i Zotit ton Jezu Krisht, i cili sipas mëshirës së tij të shumtë na rilindi për një shpresë të gjallë me anë të ngjalljes së Jezu Krishtit prej vdekurish, për një trashëgim të paprishëm, të panjollë dhe të pafishkur që është ruajtur në qiejt për ju, që nga fuqia e Perëndisë me anë të besimit jeni të ruajtur për shpëtimin që është gati për të zbuluar në kohën e fundit. Por këtë ngazëllehuni, ndonse tani, në qoftë se duhet për pak kohë, duhet të trishtoheni në tundime të ndryshme, që sprova e besimit tuaj që është më i çmuar nga ari që prishet, edhe pse sprovohet me zjarr të dalë për lëvdim, nder e lavdi në zbulesën e Jezu Krishtit, të cilin, megjithse ju nuk e keni parë, e doni, duke besuar në të, megjithse tani nuk e shihni dhe ngazëllehuni me hare të patregueshme dhe të lavdishme, duke marrë fundin e besimit tuaj, shpëtimin e shpirtrave. Por këtë shpëtim kërkuan dhe hetuan profetët që profetizuan për hirin që do të vinte për ju, duke hetuar kohën dhe rrethanat që tregonte fryma e Krishtit që ishte në ta dhe që dëshmonte që më parë për vuajtjet e Krishtit dhe për lavditë që do të pasonin. Atyre ju zbulua se ata shërbyen jo për vete, po për ne, me ato gjëra që po ju predikohen tani nga ata që ju kanë shpallur ungjillin me anë të frymës së shenjtë të dërguar nga qielli. Gjëra në të cilat ëngjëjt dëshirojnë të vëzhgojnë. Prandaj, ngjishni ijet e mendjes suaj, jini të kthjellët dhe shpresoni plotësisht në hirin që do t'ju sillet në zbulesën e Jezu Krishtit. Si bi të bindur, mos ju përshtati lakmive të mëparshme kur ishit në padijen tuaj, por ashtu si është i shenjtë ai që ju thirrit, të jini dhe ju të shenjtë në gjithë sjelljen tuaj. Sepse është shkruar, jini të shenjtë sepse unë jam i shenjtë. Dhe në qoftë se thërrisni si atë që pa anësi gjykon sipas veprës së gjithë secilit, kalojeni kohën e shtektimit tuaj mbi dhe me frikë, duke ditur se jo me anë gjëra që prishen si argjendi ose ari jeni shpenguar nga sjellja e kotë të dorëzuarit nga etrit, por me anë të gjakut të çmuar të Krishtit si të qengjit të patëmend dhe të panjoll, të paranjohur përpara krijimit të botës, por të shfaqur kohët e fundit për ju, që nëpërmjet tij të besoni në Perëndin që e ngjalli prej vdekurish dhe i dha lavdi që besimi juaj dhe shpresa të jenë në Perëndin. Mbasi të pastroni shpirtrat tuaj me bindje ndaj zvërtetës me anë të frymës, për të pasur dashuri vëllazërore pa hipokrizi, të doni fort njëri tjetrin me zemër të pastër, të rilindur jo nga një farë që prishet, por që nuk prishet, me anë të fjalës së gjallë të Perëndisë që mbetet për jetë. Sepse çdo mish është si bari dhe çdo lavdi i njeriu si lulja e barit. Bari thahet dhe lulja bie. Por fjala e Zotit mbetet për jetë. Por kjo është fjala që ju është shpallur si ungjell.